Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. 3 shenjat që do bëjnë më shumë lek gjatë muajit të dhjetor. Në vend të parë, britsjapi. Dhjetori i britsjapit do të ndezi një fuqi të heshtur që ata e kanë pritur gjithë vitin. Mundësi të reja pune, projekte që përfundojnë me shpërblim dhe njerëz që më në fund do të kuptojnë vlerën e tyre. Portofoli britsjapit ngjan si një kuti që mbledh monedha të reja çdo ditë gjatë dhjetorit. Në vend të dytë, demi. Demi hyn në dhjetor me energji financiare të qëndrueshme dhe të përforcuar. Punët e nisura më herët do të sillin përfitime konkrete dhe mund të ketë rritje të ardhurave përmes projekteve të vazhduara, punës shtesë që paguhet mirë dhe fitimeve nga kursimet. Në vend të tretë, virgjëresha. Dhjetori do të jetë një muaj ku syri analitik i virgjëreshës do të kthehet në avantazh financiar. Mund të shfaqen shumë mundësi të mira në lidhje me punë të reja që kërkojnë saktësi, projekte të nisura që finalizohen me pagesë, para që vijnë nga organizimi i mirë ose madje edhe nga kursimet e mençura. Për virgjëreshën, dhjetori është si një enigmë që shpërblen çdo detaj të zgjidhur.